Merrni një gjethe aloe vera dhe i thoni lamtomir këtyre 7 problemeve. Bima aloe verës është ndër bimët më të shëndetshme në planet. Ajo rritet me bollëk në klimën tropikale dhe është e përdorur për shekuj me radhë si një bimë medicinale. Lëngu i aloe verës është një lëngje trashe përfituar nga bima. Është e njohur zakonisht për të trajtuar djegjet nga dielli, por edhe pirja e lëngut i ofron një numër përfitimesh të tjera shëndetësore. Lëngu përfitohet nga bluarja e tërë e gjethes aloe verës, duke pastruar dhe filtruar lëngun në disa mënyra. Në këtë video do ju paraqesim përfitimet shëndetësore që ofron ky lëng. Hidraton, ju mban të shëndetshëm, ndihmon kundër problemeve të kapsllëkut, ndihmon për të pasur një lëkurë të pastër, ndihmon edhe në qetësimin e lëkurës suaj, ndihmon sistemin tretës. Përdoret shumë më mirë edhe në mirëmbajtjen e flokut dhe të lëkurës. Gjithçka që ju duhet të bëni është ta përdorni atë në mënyrë të rregull edhe në dietën tuaj.